Mirdita, faleminderit për prezencën tuaj. Bashkë me Ministrin e Digitalizimit dhe Administratës Publike jemi para jush për të elaboruar në disa prej vendimeve të sotme të qeverisë. Për fillim, po ja përcjell fjalën Ministrit të Digitalizimit dhe Administratës Publike, zotit Lulzon Jakxhiu. Faleminderit ministre, të nderuar përfaqësues të mediave. Sot në mbledhjen e qeverisë miratuam projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave të llogaridhënies së agjencive ekzekutive. Qëllimi i këtij ligji është rritja e efikasitetit e llogaridhënies në qeverisje dhe përmirësimi i administrimit në sektorin e kulturës dhe atë të ekonomisë. Ky ligj avancon procesin e racionalizimit të agjencive, i cili tashmë është në valin e tretë të tij. Përmes këtij ligji, 10 institucione të trashëgimisë kulturore konsolidohen në një institucion të vetëm, ndërsa Shërbimi Gjeologjik i Kosovës, i cili sipas praktikave më të mira të BE-s integrohet në Ministrinë e Ekonomisë. Procesi i racionalizimit të agjencive është një nga reformat thelbësore në kuadër të reformës së administratës publike, që tash udhëhiqet nga Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike. Kjo reform ka për qëllim organizimin sa më të mirë dhe sa më racional të administratës publike, rritjen e shpejtësisë së ekzekutimit të veprimeve dhe shërbimeve, rritjen dhe promovimin e efikasitetit e efektivitetit institucional dhe vendosjen e linjave të qarta të llogaridhënies ndërmjet agjencive dhe institucioneve të tyre anë. Ky proces reformues bazohet në strategjinë e reformës së administratës publike 2022-2027 dhe planin e saj të veprimit për periudhën 2025-2027. Për më tepër, zbatimi i kësaj reforme është pjesë e procesit të integrimeve evropiane dhe zotimeve tona në kuadër të planit të rritjes të dakorduar me BE-n. Finalizimi i projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave të llogaridhënies së agjencive ekzekutive është pasuar nga procesi i konsultimeve, i cili është bërë në formë elektronike dhe përmes takimeve me institucionet amë dhe palët e interes. Ju faleminderit. Tani më lejoni të paraqes disa prej pikave të miratuara sot në mbledhjen e qeverisë. Një prej marrëveshjeve më të rëndësishme në peshën e vet në raport me eksportet dhe zhvillimin ekonomik të vendit është ajo me vendet anëtare të EFTA-s, pjesët cilës janë Zvicra, Norvegjia, Islanda dhe Liechtensteini. Sot në qeveri kemi prezantuar dhe miratuar konceptin për miratimin e kësaj marrëveshje dhe përcjelljen për ratifikim në kuvend. Rëndësia e kësaj marrëveshje ka të bëjë me përmirësimin e vazhdueshëm të bilancit tregtar të Republikës së Kosovës, përderisa ky bilanc është pozitiv edhe me vendet anëtare të kësaj marrëveshje, vendet anëtare të EFTA-s. Vlen të përmendet se sa i përket volumit tregtar, me këto vende eksportet janë vazhdimisht në rritje nga 77.5 milion euro në vitin 2023 në 87.5 milion euro në vitin 2024, ndërsa vitin që lam pas eksporti në vendet anëtare të EFTA-s ka arritur në 100.4 milion euro me një rritje prej 14.7% krahasuar me vitin paraprak. Ndërsa sa i përket eksportit të shërbimeve, në veçanti me Zvicrën në vitin 2024 kemi pasur një bilans pozitiv prej rreth 530 milion euro, me që rast pas Gjermanisë, Zvicra zë vendin e dytë si partneri ynë tregtar. Gjithashtu, sot në mbledhjen e qeverisë janë miratuar 3 protokollet për marrëveshjen e tregtisë së lirë CEFTA, protokolli 5, 6 dhe 7. Rëndësia e miratimit të këtyre protokolleve dhe përcjelljes për ratifikim në kuvendin e Republikës së Kosovës është e dyfisht. E para ka të bëjë me elementin politik dhe përfaqësimin e drejt për drejt të Republikës së Kosovës tashmë pa unë mikun, pranë këtij mekanizmi për marrëveshje të tregtisë së lirë të vendeve të Evropës juglindore dhe qendrore, dhe tjetra ka të bëjë me elementin ekonomik, avancimin e ngritjes së shërbimeve për tregti, protokolli 5 gjithashtu për si themi kontestet gjyqësore apo arbitrin, protokolli 7 dhe shërbimet të protokolli 6. Do të thotë që të 3 protokollet e kanë rëndësinë e veçantë në ngritjen edhe të shërbimeve tregtare e natyrisht edhe të
shërbimit të përgjithshëm dhe facilitimit të tregtisë në mes të Republikës së Kosovës dhe vendeve anëtare të CEFTA-s. Dhe një ligj i cili gjithashtu ka peshë të veçantë edhe për facilitimin, zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve të inovacionit dhe ndërmarrësisë është projekt ligji për inovacion dhe ndërmarrësi. Ky projekt ligj përveç se parasheh në vete fondin për inovacion dhe ndërmarrësi, fond ky i cili do të jetë në kuadër të Agjencisë për Inovacion dhe Ndërmarrësi në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, gjithashtu parasheh edhe ngritjen e shërbimeve dhe ngritjen e funksionalizimit të gjithë komunitetit të inovacionit. Parashihet edhe ofrimi i shërbimeve dhe ngritja e startupeve, në veçanti kujdesi i veçantë për bizneset e grave, bizneset e komuniteteve jeshimic, e gjithashtu edhe ofrimi mundësisë së financimit përveç Bashkisë Ndërkombëtare, gjithsesi fondeve të organizatave prezente në Kosovë, gjithashtu fond të Republikës së Kosovës, por edhe të ndërmarrësisë. Është hera e parë që përmes një mekanizmi do të ofrohet mundësia e kontributit në fond edhe të ndërmarrësve, të cilët dëshirojnë të mbështesin inovacionin. Ky projekt ligj i cili tashmë i përcjellet kuvendit është gjithashtu kushti i Republikës së Kosovës në raportimet tona për planin e rritjes së Bashkimit Evropian. Dhe afati për miratimin e tij është qershori i vitit 2026. Kjo ishte sa i përket vendimeve të sotme, disa prej vendimeve të sotme të Qeverisë së Republikës. Nëse ka pyetje nga ana juaj. Ministri Akusari, sot pritet një takim në mes të kryeministrit Kurti dhe kreu të LDK-s Lumir Abdi Xhiku. Kryeministri Kurti ma herët në fjalën e tij deklaroi se priten vendime jo të lehta. A mund të dim ndonjë kompromis të ri ose diçka të re sa i përket këtij takimi? Çka pritet sot? A është arritur ndonjë marrëveshje apo pritet të arrihet sot një marrëveshje lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri? Faleminderit për pyetjen. Unë uroj që sot të ketë marrëveshje. Më lejoni t'ju rikujtoj se gjatë gjithë kësaj periudhe kohore ka qenë vetëm kryeministri Kurti, sekretari i lëvizjes vetëvendosje dhe lëvizja vetëvendosje që kanë bërë propozime për emrin e presidentit. Në asnjë rast deri më tani nga gjitha takimet qoftë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, Partinë Demokratike të Kosovës, nuk ka pasur propozime apo nuk ka pasur nismë dhe iniciativë për të zgjidhur çështjen e presidentit apo për të dhënë emër konkret në cilin ne do të mund të jepnim përgjigjen. Prandaj ne gjithë shpresojmë që do të ketë një marrëveshje, përkundrejt se kjo është kompetencë drejt për drejt e kryeministrit i cili zhvillon në cilësinë e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje këto takime dhe vendi të evitoj atë çfarë më së paku e ka të nevojshme apo e ka fare të panevojshme shkuarje në zgjedhje të reja. Zgjedhjet e reja do të kenë përveç se kosto, vonesa dhe ngecje në funksionet vitale të shtetit tonë, përkundrejt se do të rrezikonin edhe disa prej proceseve të cilat tashmë janë në një dinamik shumë pozitive të vendit tonë. Unë uroj që të ketë një qasje pozitive, megjithatë deri më tani kemi parë përpjekje të vazhdueshme vetëm nga njëra anë për të bërë zgjidhjen për emrin e presidentit apo presidentes së vendit. A do t'i dërgoni ftesë dhe Partisë Demokratike për takim apo do të mendoni zgjidhjen e presidentit vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës? Po e ritheksoj që deri më tani ka pasur vetëm iniciativa apo nismë ftesa nga kryeministri Kurti, ndërsa Partia Demokratike me aq çfarë kemi dëgjuar të gjithë bashkë, të më thënë si opinion publik, është se pret një ofertë me shkrim. Nëse ftesa duhet shkuar me shkrim, ndoshta edhe mund të bëhet, përkundrejt se duhet prap të ulet dhe të diskutohet mbi parimin e zgjedhjes dhe emrat konkret të cilët edhe Partia Demokratike e Kosovës mund t'i propozojë për president të vendit. Për shkak se tashmë jemi në javën finale që duhet të zgjidhet titullari i institucionit më të lartë në vend, para se të ndodhë ajo që nuk e duam që të shpërndahet kuvendi dhe vendi të shkojë në zgjedhje. Vladimir Gallopini, Radio Dukagjin. Në zonë Akusari se përket shqyrtimit për të marrëveshjes për vendet e EFTA
cilat janë metodat që do të përdoren ose cilat do të jenë benefitet të mësaktësisht që do të shohin bizneset e Kosovës sa i përket antarësimit të Kosovës në këtë marrëveshje, çka nënkuptojnë lehtësirat që do t'i kenë bizneset që do të bëjnë eksportin e mollrave dhe cilat do të jenë ato biznese që do të mund të bëjnë në farforë me ofrimin e shërbimeve të tyre sa i përket EFTA-s, me qenë se është një marrëveshje në dy drejtime, pra për shërbime dhe për mollra. Dhe tek çështja e shqyrtimit të projektligjit për inovacion dhe ndërmarrësi, kur mund të shohin qytetarët ose ata që kanë synim që të fillojnë një startup, nëse eventualisht këtë javë ky ligj shkon në kuvend, kur do të mund të shohin rezultatet konkrete nga ky ligj. Dhe zotëria Nxhiu, sa i përket çështjes së digitalizimit, si ministri dhe si qeveria e Kosovës, a keni ndonjë plan konkret sa i përket asaj që ndryshe njihet si diplomacia digjitale, pra për antarësimin e vendit në mekanizma ose në platforma të ndryshme online, dhe ndoshta përfshirë edhe marrjen e domenit të Republikës së Kosovës si një mungesë e madhe? Faleminderit shumë për pyetjet e drejtë për drejta sa i përket ligjeve të miratuara. Marrëveshja e tregtisë së lirë përfshin tregtinë e lirë me vendin Zvicrën, Norvegjin, Islandën dhe Liechtensteinin, ashtu siç e përmende, është se përveç se tregtisë së mollrave, është edhe tregtia e shërbimeve, shërbimet profesionale, shërbimet financiare, shërbimet e transportit, shërbimet e teknologjisë informative dhe shërbimet turistike. Do thotë është një prej marrëveshjeve të tregtisë së lirë më të kompletuara deri më tani. Për shembull, marrëveshja e tregtisë së lirë që është me Turqinë nuk i ka shërbimet, këtë pjesën tjetër i ka vetëm një pjesë të produkteve. E njëjta ka ndodhur edhe me protokollet e CEFTA-s, që sot janë miratuar, do të thotë 3 protokolle shtesë, të cilat përfshin për herë të parë shërbimet si në kuadër të marrëveshjes së tregtisë së lirë të vendeve të Evropës qendrore dhe juglindore. Mund të them se ky si element i rëndësishëm kjo marrëveshje e EFTA-s e politikës tregtare kontribon në thellimin e integrimit ekonomik me tregjet e shteteve evropiane me fuqi të lartë blerëse dhe standarde të avancuara. Do thotë po flasim për vendet me tregtinë dhe konsolidimin më të avancuar tregtar, e mbi të gjitha e përmenda edhe më herët që edhe bilanci tregtar në raport me eksportin e shërbimeve me një antar të EFTA-s, në këtë rast Zvicrën, është në bilancin pozitiv. Dhe për ne është shumë e rëndësishme të inkurajojmë më tutje eksportin e shërbimeve, të facilitojmë, të lehtësojmë, natyrisht heqim ngarkesat doganore të panevojshme e gjithashtu edhe të rrisim dhe përmirësojmë bilancin e përgjithshëm tregtar të vendit. Sa i përket projektligjit për inovacion dhe ndërmarrësi, ministria që drejtoj është në fazën finale të transformimit të agjencisë së deri tashme për mbështetje të ndërmarrësisë dhe eksportit KIESA në Agjencinë për Inovacion dhe Ndërmarrësi, në kuadër të së cilës do të themelohet, pjesë e cilës do të jetë edhe fondi. Në momentin e miratimit të projektligjit në ligj, që do të thotë në 2 leximet në Kuvendin e Republikës së Kosovës, do të fillojë menjëherë krijimi i strukturës së fondit të inovacionit dhe natyrisht vendosja e kritereve për brenda për ndihmë dhe asistencë të bizneseve të reja. Gjithashtu më lejoni t'ju them se për herë të parë në kuadër të agjencisë së re do të kemi edhe 2 divizione, divizioni për bizneset e grave dhe divizioni për startupat dhe bizneset tjera të komuniteteve jo shumicë. Mendojmë si 2 mekanizma për komunitetet të ndërpërfaqësuara në kuadër të strukturës së biznesit. Ende kemi një përqindje të ulët të grave pronare të bizneseve, prandaj përmes mekanizmit të drejt për drejt në kuadër të Agjencisë për Ndërmarrësi dhe Inovacion, edhe përmes fondit, synojmë të facilitojmë ngrisim numrin e bizneseve të grave në Republikën e Kosovës, por inkurajojmë edhe startupat. Kjo është edhe një mënyrë edhe mekanizëm shumë i mirë për ndërlidhje të gjithë komunitetit. Deri më tani komuniteti inovativ dhe ata të cilët kanë facilituar startupat janë kryesisht të regjistruara si organizata jo qeveritare, prandaj ofrimi i bashkëpunimit dhe ndërlidhja e mekanizmave që facilitojnë startupet për ne është shumë e rëndësishme dhe përmes ministrisë dhe agjencisë së re do të mundohemi që ta ndërlidhim, gjithsesi ta bëjmë një ndërlidhje të mirëfillt për një mekanizëm shtetëror i cili inkurajon ndërmarrësinë dhe inkurajon bizneset e reja. Atëherë faleminderit për pyetjen tuaj. Domethënë na si Kosovë jemi duke marrë pjesë në forume të ndryshme regionale dhe globale në fushën e digitalizimit
dhe si rezultat i angazhimit gjatë viteve të fundit, Kosova është bë pjesë edhe 2 forumeve të reja, domethënë është GFCI, Global Forum of Cyber Expertise, po ashtu jemi pjesë e procesit Pall Mall, që udhëheqet nga Britania e Madhe dhe nga Franca, për të shtyer aspektet të sigurisë kibernetike dhe të përdorimit të përgjithshëm të teknologjisë, domethënë nga shtetet. Si rezultat po ashtu i angazhimeve, na jemi bë pjesë edhe programit Digital Europe. Pse po i përmendi këto programe? Domethënë, një prej qëllimeve të këtyre programeve dhe antarësimeve në forume natyrisht është shkëmbimi i përvojave edhe njohurive në këtë fushë që është shumë dinamike dhe na natyrisht e kemi gjithmonë për qëllim që t'i sjellim praktikat më të mira nga fusha e digitalizimit edhe në vendin tonë, po një pjesë e madhe e punës ka të bëjë pikërisht edhe me ato që ka pyetur ju, pra me diplomacinë digjitale. Tash ju përmendet edhe punën e pranimit të Kosovës në aspekt domethënë listimit në listën e shteteve dhe me pas domenin e vet shtetënor. Këto janë çështje që lidhen edhe me aspekte politike dhe komerciale. Natyrisht në shumë platforma të ndryshme Kosova ka sfida rreth listimit të saj për shkak se nuk është antare e Kombeve të Bashkuara. Prandaj edhe prodhuesit të ndryshëm duhet në mënyrë manuale që ta shtojnë Kosovën në listën e shteteve në kuadër platformave tyre. Prandaj edhe kërkohet një punë e vazhdueshme, të cilin na jemi duke bërë me prodhues siç janë Google dhe Apple, në mënyrë që Kosova jo vetëm të listohet në platformat e tyre, po edhe të gjitha produktet që ofrohen për këtyre domethënë prodhuesve të mëdhenj teknologjik të jenë në dispozicion edhe në tregun e Kosovës. Si thash, një pjesë e problemit lidhet me atë që na nuk jemi pjesë e Kombeve të Bashkuara, prandaj edhe nuk jemi listuar në listën ISO 3166, po një pjesë ka të bëjë me çështje komerciale për shkak se prodhuesit e mëdhenj kërkojnë kohë para se një produkt ta bëjnë të përdorueshëm edhe në shtetet e ndryshme si është Kosova. Prandaj si përfundim, domethënë është një punë e vazhdueshme që jemi duke bërë, tu pas parasysh edhe sfidat që kanë bëjnë me mos qenit pjesë e Kombeve të Bashkuara, domethënë prandaj edhe është sfidë domethënë që Kosova ta ketë domenin e vet shtetënor, po është punë që jemi të bëjmë vazhdimsi edhe jemi të bashkëpunuar edhe me ODA-t edhe me sektorin privat, pra të gjithë ata që mundet me kontribu edhe me lobu që me shty përpara këtë çështje. Ju faleminderit.